Pak kilometra larg qytetit të Fierit, në njësinë administrative Leva, ndodhet fshati Shtyllas, një vend që mban mbi supe histori të lashta, por dhe kujtime të dhimbshme nga periudha më e errët e komunizmit në Shqipëri. Emri i fshatit lidhet me një kolonë antike, një shtyllë që daton në shekullin e 5 para erës sonë, e mbetur nga tempulli i Lash pranë qytetit antik të Apolonisë. Pikërisht kjo shtyllë i dha emrin fshatit, që sot njihet si Shtyllas. Për shumë vite, ky fshat nuk u njoh vetëm për historinë e tij antike. Në periudhën e komunizmit, Shtyllas u kthye në një nga vendet ku regjimi internoi qindra familje nga gjithë Shqipëria. Të përsekutuar politik, intelektual, familje të shpallura armike u detyruan të jetonin dhe të punonin në këtë zonë, larg qyteteve dhe në mbikëqyrjen e vazhdueshme të shtetit. Sot banorët kujtojnë jo vetëm vuajtjet e asaj kohe, por dhe bashkëjetesën, mikpritjen dhe jetën e vështirë që kaloi ky fshat ndër vite. Shtyllasi është fshat i ri që në 1830 e krijuar nga voskopojarët e ardhur nga Voskopoja, kryesisht nga fshatrat e Korçës, të vendosur këtu që u thonë Lalët tani, kur kemi ardhur ne kemi gjetur ata këtu. Kanë qenë 5 familje në fshatin poshtë janë atje. Janë njerëz shumë të mirë, i kanë pritur mirë njerëzit pavarësisht se të goditur nga qeveria dhe ata silleshin shumë mirë. Njerëz të sjellshëm me kundrejt të tjerëve. Po, fshati Shtyllas ka qenë fshat bujqësor, ka pasur dhe frutikulturë, fshat i mirë është, nuk është fshat i keq, me bëhen prodhimet, njerëzit kanë qenë punëtor këtu vazhdimisht, kanë ardhur shumë të përndjekur nga shteti shqiptar që nga 50-a e këteja, 56-ën më duket, fillon parë 54-ën, kanë ardhur këtu, kanë punuar. Erdhi koha e 90-s, para 90-s ky fshat ka qenë shumë i vojtë. Me punë të rënda edhe me kushte mizorabël, si në strehim, si në rrugë, si në të ushqyer me ushqimet ka qenë shumë keq. Tu mund të ketë pasur të internuar, mund të ketë qenë 250. Se 50-60 ishin këta lalët që i gjetën e që u krijuan, në fund ishin kaq. Se të gjitha kanë qenë 360 familje. Babai ka ardhur nga 57-a, ishin me blektorin edhe i vendosën këtu dhe nuk i lejuan me tiknin. Nuk u jepnin me të drejtën që të lëviznin. Filluan të ndryshojnë gjërat, gjëja më kryesore ishte lëvizja e njerëzve. Njerëzit lëvizën, ikën në Greqi, ikën në Itali, kryesisht në Itali dhe në Greqi sidomos, ikën dhe vendosën ekonomi dhe ndryshoi jeta, ndryshoi të rrojturit, ndryshuan kushtet e jetesës e të ushqyerit dhe të veshurit. Të shikoj para 90-s në Shtyllas, si mund të thuash, pa qethur, të rrezikosur njerëzit, si kudo në Shqipëri, nuk vetëm Shtyllas. Po Shtyllasi si më i largët dhe më i lënë pas dore, mizorabël ishin njerëzit, zbathur ishin komunist. Shu ka qenë njerëzit atë. Pas 90-s ndryshuan shumë gjëra. Njerëzit ikën, po thoj ka ikur 3/4 e njerëzve kanë ikur. 1/4 ja, se as 100 veta s'bën, 100 e ca veta bën. Ikën edhe ndryshuan, shumë të tjerë nuk do kthehen fare. Shtyllasi ka qenë shumë fshat mikpritës. I kemi gjetur këtë mikpritje edhe te lalët poshtë. Njerëz që i pritën njerëzit dhe silleshin mirë. Se kanë parë dhe fshatra të tjerë që kanë qenë përsekutuar, i kanë trajtuar shumë mirë më keq. Kurse këtu trajtoheshin mirë. Këtu shikonin në punën e tyre dhe në punën e tjetrit nuk hynin. Mikpritja e të dënuarve ishte gjëja shumë e mirë. Ishte shumë.
tyre kanë mbetur emra të njohur të asaj kohe, familje të mëdha dhe intelektuale që u detyruan të jetonin larg qyteteve. Tregime për arratisje, dënime pa gjyq, kontrolle të vazhdueshme dhe jetë nën frikë, por edhe për solidaritetin njerëzor që sipas banorëve nuk mungoi kurrë në shtyllas. Unë këtu kam lidur nga 58-a, këta kanë arë më shpejt se ne në fakt. Edhe këtu i kemi gjetur persekutuar një pjesë të madhe, që nga Osman Kazaze, Qazim Blaca, Drita Kosturi, që ishe fejuar e Qemar Savës, që të është ndihur. Dile kam ditur edhe të bashkjetonin. Qazim Blaca, Kosovar, ka tentuar 2-3 herë për të arratisur edhe bashkjeton dhe me Dritën, me Drita Kosturin. Këtu ka qenë e mirë se kur gdhieshe në mëngjes të merrten me hoxha të internonte, të hidhte këtu në mes baldës. Mirë po, mikpritja që njeri merr një fëmijë, një kështu, e ndihmonin, po që është punuar fort, është punuar shumë fort. Këtu ka pas devollin që tërë këtë fush ata e mbanin, po thuaj, punonin shumë, njerëz punëtor, se muzikjarët punonin me shatë të gjatë, kështu që në kem. Ata i thyen në ato bishtat e kasmave dhe ishin shumë punëtor. Këtu nuk u pa kur ajo i persekutuar me pjesën tjetër. Këtu vdiste një njeri, këtu bëj pushim aty. Edhe qeveria në atë kohë, se ato që ishte më brutale nuk ishte me ku të vinte, që binte një çang këtu që po mos të vije, ai të dënonte 3 vjet e gjys burg pa gjyq. Pa gjyq. Dhe këtu kanë kaluar familje shumë të larta, që nga këta të naftës, ka qenë në Shreu Zakorçani me 34 vjet burg. Zotni burg. As u martua, as i lanë mundësin që të martohej. Ka dal nga burgu në moshën 60 e ca vjeç, Astrid Elvina, nipi Suleiman Delvinës, Inami Delvinës, që i kalen edhe tërë ato shkrime të mira, plot gjara. Pastaj, jo se në ngeliatrin me këta që ikën, po nuk e kthyen më kokën pas, se tu pjesa më e madhe lindën, u rritën, u bën, edhe sigur e braktisën, po të bashkëtosh me njerin, të jetosh 40 vjet, edhe në fund të ndahesh kështu, pa pyetur njerë, pa ardhur, se këtu nuk e ka pas fajin vendi. Këtu e ka fajin regjimi, tash ngatëroi njerëzit e regjimin me shtyllasin, çfarë ka shtyllasin? U krijua kamp internimi këtu pas, internuajt. Dhe unë kam marrë internuar këtu, 57-ën. Dajot e mi kanë ardhur që 54-ën këtu, të internuar. Përsa unë kam marrë 57-ën. Më hoqën më pse iku dajua u haratis në Jugoslavi. Lufta beshe, lufta e ashpër shumë. Në bënë e vakit të hose një lafë, 20 vjetë burg, aje. Edhe punu që punomi me bel atjet në i kontrolonin, i të abajnë fejlë ose me bel, 200 metrë norma me bel në kontrolonin një qoban, edhe po se ke bërë mirë, i ke shqyt nga perëndimë, se ke bërë punë e mirë, se do sistemi, po dalje, se vaqë punë që kam pasur. Atjet e ka i sheshi vesh apeli, më gjesë për më gjesë apeli. Dhe më darket. Dhe në qoftë se ishte i smur, do ta merrin me barel, ta çojë aty ta shkon te përgjegjësi i apelit, vinte polici. Ai polici ishte i dërguar në shteti ai. S'ka. Edhe në Levan, qoftë se do vinje, do me le ishte i smur, do vinte doktori. Do me le në operativi sigurimit. Ndërsa s'kishte rrugë tjetër. Ka qenë një internuar këtu, ai shketi kishte lënë fëmijët edhe gruan në Gjermani. E kisha ardhë, si vinë të ashtë që vinë edhe ikin e. Erdi, ka pogradeti që. Shkojnë durë se i kështë plejta, e mbaroj punë do ikte. Kudo veç i thane, në shpilës. Më punëtor nuk kishte me. Nuk kishte më punëtor mi ma me. Ama, sa që e këtu mirë, nuk je keq. E qua në lushin, savët lushin, 20 vjetë burë ku dënua. 20 vjetë burë. Ja që beri, po themu, i hodhi duke punuar kanale atje, i bëgosur. Një lopat me dhe, i ra polisit, sa i se pa polisit, i ra politit tu lopata me dhe. Një të marra, i mani ka qenë atje poshtë. Një man, e një të zhveshur e beri, e lidhe militar, dhe i hodhen lek mishi, behar, porik, bushkonja, bledët që ishin, ku ishin. Dhe zyret kanë qenë atje lartë, dhe ka para e komandi, pa jo gjevë të e kur atje.
Po ja është ai që ma qosh ka një burgosën e hodhi dhe polisit. E zgjidhen, a i beri burgun këtu, u internua prapë këtu, edhe deri në fund, për degozit Tiranë pasaj. Nga 50 të thuj, që majmë të 38. Nga 52 që 53 që kjo majmë të. Atër ne kemi patur një bujësi primitive, dijet jo. Edhe këto dytërimet e shtetit dhe shtetit, tatime, që këto, ka që shumë të rënda, tha u vasë rumë. Kemi qenë në gjendë, radhe në fillimisht dhe kemi nga Voskopo e Korçës. Po shumë vite para. Këtu, në ditë e mje, këtu ka qenë burgu, 3 vjeqarë, që nga 53 dhe në 56. Pasaj eri kam internimit, ku janë dhe këta, ku ishu miku këtu. Kam internimit. Ka qenë mbi 300 sa familje të internuara. E internuari që ka qenë me i bomortuar ka qenë një Shërës Zakorçani. Nga Pavardesi, ako që nuk di nga shkjandej. E Shërës Zakorçani, Irakli Bolona, Lake Paneriti, Luka Prifti, Lazi Papa, ka qenë të internuar me apel 2 aksionë në ditë që kënëlloshin. Edhe shumë të tjerë, si këta. Nuk e shkon se kam bërë krime ose kam bërë dërzitime, por ka qenë afër kufijë dhe janë transferuar nga kufiji. Po në lidhje apelit. Edhe pse historia e shtyllasit mbart shumë kujtime, banorët thonë se sot shqetësimi më i madh mbeten problemet e përditshme. Mungesa e ujit vazhdon të jetë një nga vështirësitë kryesore të fshatit. Një tjetër shqetësim janë rrugët e amortizuara. Sipas banorëve, mungojnë investimet bazë për një jetesë normale në këtë fshat. Edhe pse zona ka toka pjellore, ullishte dhe kushte të favorshme për blegtori dhe bujqësi, fermerët thonë se mungon mbështetja dhe orientimi për zhvillimin e këtyre sektorëve. Ata kërkojnë më shumë politika konkrete për të nxitur prodhimin dhe për të mbajtur gjallë jetën në fshat. Po shtylla si ujshka, e para njerë, ujshka. Ja, urdho, në kampin e burgut ka qenë këtu, ka pasur ujë. Shtyllasit i mungon një politike e rregullt për bujqësi ose për blegtori, që të merren në një drejtim. Frutikulturën e kemi shumë të mirë, ullim, kodrat janë të mbushura nga njerëzit, janë mbjellë edhe të rinj, se ka pasur. Ka qenë 11 a 12.000 ullim, 27.000 që kanë qenë, edhe tani kanë shtuar njerëzit, i kanë shtuar. Është gjëja më e bukur që ka shtyllasi kodrat, shtyllasi ka fusha të begata për blegtori kryesisht, jo për bujqësi, perime, si mund të thuash, po një politikë ose një drejtim që mund të japish bujqve, duke dhe i stimuluar. Kryesorja është që bujku të ketë një gjë që të filloj të punoj. Shtyllësi është fshat shumë i mirë. Vetëm ti është dembel, mos punosh. Ka gjëra që duhet rreguar sa duash. Se ne paguajmë lulishe, po lulishe s'ka, budallëje, një pjesë rrugë. Ti këtu 400 metra rrugë nuk e shtrojnë. Ka lot gjëra. Shtyllasi mbetet një fshat ku historia dhe kujtesa bashkëtojnë çdo ditë me realitetin e sotëm.
Një vend që dikur mbajti mbi supe vuajtjet e qindra familjeve të internuara, por që banorët e tij e kujtojnë edhe për mikpritjen, punën dhe njerëzit e mirë. Mes historive të së shkuarës dhe problemeve të së tashmes, Shtyllasi vazhdon të jetojë në heshtje, si një dëshmi e gjallë e një periudhe që Shqipëria ende nuk e ka haruar.